Zonja dhe zotri, ju e prisni prezantuesin tuaj, Isli Islami. Mirëmbrëma të gjithëve. Ju duar trokisni, unë duar trokas për ju për gjithë energjinë e mirë. Mirëmbrëma publiku në sallë. Mirëmbrëma gjithë shikuesve, teleshikuesve, po të gjithë atyre që kanë akses në internet, kudo ku ndjekin Vision Plus në çdo platformë të mundshme. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në mbrëmjen e dytë të një spektakli që siç ka premtuar është përpjekur gjithmonë të mbajë premtimin të sjell në çdo familje shqiptare talente edhe një atmosferë të jashtëzakonshme. Jo më kot ne kemi bërë edhe programi më i dashur për shkak se mund të shihet nga e gjithë familja, të gjithë tokë, kalojnë bukur, ndoshta fillojnë edhe kanë edhe të preferuarin e tyre, po e rëndësishme në një format dhe një patent si Albania's Got Talent është që juria të ketë edhe të preferuarit në mënyrë që të japi pot, por ndonjëherë duhet japi edhe ato jot që shpeshherë ndërton. Kjo joja ndonjëherë të çon në shtëpi me pak mërzitje, po kjo është jeta. Mësohemi, sikurse është skena një pjesë e realitetit, mësohemi edhe me pot, edhe me jot. Mirëmbrëma, juria jon fantastike. Broma. Kam një dashuri për ju që shkon drejt agresives ndonjëherë, po mos u shqetësoni. Kam nga që jam mësuar shumë me ju, dukeni mrekullueshëm edhe sot. Miqju e dini përpara se t'i japim nisje kësaj mbrëmje të dytë të Albania's Got Talent, ju rikujtojmë që përveç pove dhe jove kemi edhe Golden Buzzerin, i cili për një rikujtes, jam i bindur që e dini, po një rikujtes për ata që mbase e kanë harruar, nga secili prej anëtarëve të jurisë mund të shtypet vetëm një herë. Pra ekziston një Golden Buzzer edhe në këtë edicion të dytë, i cili çon më një herë në finale të preferuarin e secilit prej anëtarëve. Edhe një herë përsëris, është mundësia për të shtypur vetëm një herë. Jam falenderues jashtëzakonisht shumë që jam pjesë e gjithë kësaj energjie. Nuk ju marr shumë kohë, ju e dini që jam shumë i shkallët edhe i sakt. Le të filloj festa! Ne jemi grupi Future Steps dhe vim nga Elbasani. Ne jemi gati që në këtë rrugtim t'japi maksimumin ton. Albania's Got Talent! Are you ready for it? Nisje më të mirë se kjo nuk ka. Up on the time and I heard that was ugly. Came from a bitch who nigga want. I said my face bump ass like cracks. Go shack hype jury on the dash like I mean last night beating with that good make a nigga act right. Broke boys don't deserve no pussy. I know that's right. Big back pussy not the Benny man. Take a member I can party back and all these bitches fuck. It's big back pussy not the Benny man. Take a neck party back and all you bitches fuck. If it's up then it's up then it's
feels like the whole entire world collapsed. Motherfucker. Subways, they rob trains running alongside it. See, motherfucker, we don't play for that shit. And if you want your shit back, you had to pay for that shit. You little costume niggas, rumble room niggas, get you in the night or early in the afternoon, niggas. We taking your whole shit while we pass through. Even the shirt off your back, nigga, run that too. I catch you backstage, give me the keys to the Escalade. You think you cute, ho? Take off them Gucci shades. I give my dog to you, you dirty. They all 730, rock the ski mask, whether it's June or February. I take your show money, take your draw money. Yo, got that fool, cause I don't know money for... Ato pak herë që kam vendosur që mos ndjek instiktin, gjithmonë kam bërë gabim. Kështu është edhe rasti juaj që po ndjek instiktin, figurat ishin të mira, mizanskenat që kishin ndërtuar nga njëri kërcim të tjetri ishin të sakta, mendoj që ka nevojë për më shumë punë në sinkron dhe koordinim që keni me njëra tjetrën, në tërësi ndat një energjinë e asaj që quhet e ardhme. Do sugjeroja që nëse ka një hap tjetër, do t'ju sugjeroja që të shiknit pak me kujdes ndoshta zgjedhjet muzikore, sepse në të gjithë figurat që ju kryet dhe bët sot nuk ishte demodej atyre që ne jemi mësuar kundrejt kërcimit tip po pa po kontemporan që ju bët sot. Për mua keni një po sot, po jo shumë të. Edhe unë e pëlqeva shumë të bukura, komunikonit me njëra tjetrën. Kujdes Ledina, se Ledina ishte shumë bukur, çdo gjë ishte perfekte, nga unë keni një jo sot. Atmosferë, asnjëherë nuk ndoshta kishte edhe ngritje. Kjo më pëlqeu më shumë dhe mendoj që jeni ashtu siç keni edhe emrin e grupit, you are the future. Edhe unë do ju jap një po. Edhe nga unë po, për hir të zgjedhjes muzikore që nuk ishte e lehtë fare, mirë po nuk mund ta anashkaloj faktin që disa vajza nuk ishin në ritëm, nuk ishte sinkronizim. Vajza lidere ishte gjithkohën në ritëm, disa tjera nuk ishin në ritëm, ndoshta do duhej të punohej më shumë nga ana ritmike se sa ajo teknike, mos vët vallëzimi vetëm për të bërë, po për të ndjerë. Në momentin që ndjehet, atëherë nuk do të ketë gabime, megjithsesi mirë, bukur. Unë nuk do merrej me elemente tash të sinkronit dhe elemente të tjerë, po them që më pëlqeu gjallëria, dëshira juaj për të dhënë gjithçka nga shpirti juaj, sepse kjo kërkon përkushtim, kërkon pasion. Kështu që po të rrim me Kastron, kjo është një rëmujë e bukur artistike të cilën e pëlqej. Dhe rruga do t'u japi mundësinë që herë tjetër patjetër të vini në një nivel më të lartë. Edhe unë po. Kaq. Faleminderit. Herën e parë që kam dalë në skenë si këngëtare, kam qarë nga emocionet. Arti gjithmonë ka qenë pjesë e imja. Kam qenë koreografe, kërcimtare, si vlonjate që jam, po jam marrë dhe një lapçe. Çumbu shë vëndi, dzinë zërë file, si të rimat në pyj.
lost it all. The love is gone. She has won. Now it's no fun. We've lost it all. The love is gone. And we had magic, and this is tragic. You couldn't keep your hands to yourself. I feel like our world's being unaffected, and somehow you left me neglected. We found our love's been taste, babe. You lost me, and we tried. Oh, how we cried. We lost ourselves. The love has died, and though we try, you can't deny. We left a shells. We lost the fight, and we had magic, and this is tragic. You couldn't keep your hands to yourself. Oh, I feel like our world's being unaffected, and somehow you left me neglected. We found our love's been taste, babe. You lost me. Now I know you're sorry, and we were sweet, but you just lost when you deceived me, and you regret it, but it's too late. How can I ever trust you again? I feel like the world's being unaffected, and somehow you left me neglected. We found our love's been taste, babe. You lost me. Bravo Flora! Luta, në fillim isha pak skeptik mbi atë që ti kishe frikë të shpreheshe apo aqe kishe potencialin tënd vokal, të zërit. Kisha pak emocione, Jo, ajo dhe nuk u vure. futa dhe aq shumë në Dhe unë këtë këngë. votem, përjetimin tim progresiv, pra në fillim ishte kjo, pastaj duke parë mënyrën tënde të personalizuar, timbrin tënd shumë interesant, dhe pastaj momentin e shpërthimit tënd duke dalë edhe në nota më të larta, pra duke kaluar veten tënde fillestare, mua më janë një zë shumë interesant, përveç asaj më pëlqen shumë edhe fakti i ardhurit në skenë në mënyrë modeste, pa pompozitetet e mëdha që zakonisht jemi mësuar kryesisht edhe në gjeneratën tënde, kështu që për mua sonte është një është një interesant. Faleminderit. Luta, unë i mbylla syt dhe po dëgjoja sepse nuk dija
A je më e bukur ti apo këndimi yt? Shumë faleminderit. I kam dopsi vajzat e bukura, edhe kur këndojnë bukur është kulminacion. Për këndimin nuk kam fjalë, e fillove aq brisht, sikur po prekje petalet e luleve, ashtu më duke. Shumë faleminderit. Adelin, Goni vetëm fal pak. Jo, s'ka. Një korrigjim shumë të vogël. Të gjitha vajzat, të gjitha gratë e planetit janë shumë të bukura. Oh, faleminderit. Pra, nuk ka vajza të bukura dhe vajza më pak të bukura. Mendoj që mirë, po ka gra të bukura dhe një komshie imja që ta tregojën ty. Një po e madhe, pa dyshim që dua të shoh prap. Shumë faleminderit. Përshëndesim komshien Adelinës. Në momentet veçanta, sidomos në pjesën e parë që unë do ta quaja pjesa balad, se në momentin që është përthen, pastaj ndryshon. E imagjinoja që t'ishte një gjysë errësire me gotë verdhë dhe natyrisht ai zëri yt mbrapa do të plotësonte kënaqësinë e shijimit të asaj mbrëmjeje. Në ato ujëra më pëlqeu jashtëzakonisht, ke disa vibracione shumë interesante të ëmbla, pastaj në pjesën tjetër vlerësojnë ta. E gjitha ajo pjesa e parë ku lundrove ti aq bukur, mua aq shumë më shijoi sa që unë po rrit tek pjesa e parë e këngës tënde deri paritur tek shpërthimi. Aty ishte veçantë. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që unë jam për një po të madhe, se edhe nga Vlora. Shumë faleminderit. Pëlqyen komentet? Brenda pritshmërive? Po. Tani Kristina Aguilera është e preferuara jote? Jo, thjesht kam parë pak ngjashmëri. Ke parasysh që është e famshme për këto? Do bëjmë ndonjë provë tani kështu sa vore? Te këto nuk jam. Nuk jetë këto me ulërim edhe me, jetë më të butat, më të qeta. Shumë mirë. Suksese. Faleminderit. Është emocion shumë i madh. Të shohësh një fëmijë me aftësi ndryshe, të ketë këto talente. Unë kam talent basketball, futboll, kursinat, edhe recitoj, kërcej, këndoj. Nuk e imagjinoj dot të ishte ndryshe. Me ka ndryshuar jetën. Albania s'ka talent, është thjesht është madhështore dhe pastaj kaq. Ja. E kështu, me përshëndetje, tamam si një superstar i vërtet, zonja dhe zotrinj nuk vi vetëm në këtë moment në sken, po vi me Laertin, i cili është vetëm 16 vjeç, po mos e shikoni kështu si duhur, sepse është i tmerrshëm, në çfarë do thoni ju? I tmerrshëm në kuptimin e mirë. Nëse përgjithsisht në skenën e Albania's Got Talent kemi pasur gjatë sezonit të parë të rinj të talentuar të cilët na çonin në të shkuarën edhe na tregonin data historike, më the të thash nga këto gjëra. Laerti ka aftësinë, ndryshe nga të tjerët, që të na çojë në të ardhmen. Dhe unë e di që ata që merren me organizime eventesh, ata që organizojnë, po them, festa të ndryshme paguhen shumë. Dhe ti mund të fitosh shumë lek, po them unë, nëse do bëhesh një organizues eventesh, sepse Laerti, për shkak të një aftësie jashtëzakonshme që ka për të ditur se çfarë dite saktësisht do të jetë në kalendar në një X datë në të ardhmen. Do të thënë, bën llogaritë e ti, edhe nuk e dim se si arrin ta bëj, po e rëndësishme është që përgjigjet janë të sakta. Unë kam ndërtuar me anë të një, po themi, rastësie në kalendar, unë kam hapur kalendarin sepse e kam pamundur të gjej gjëra, po unë me kalendar kam vendosur disa data të caktuara, të cilat Laerti nuk i di, kam ndërtuar me ndihmën e regjisë edhe një tabelë që do ndihmoj për të kuptuar nëse Laerti do i gjej të sakta apo jo, dhe do pyes thjesht në X datë, në filan datë, çfarë dite do i bie. Jemi gati? Po. Laerti është gati sigur ka ardhur në audicione, po a jeni gati ju? Tani Laert. Urdhëro. Me ndihmën e regjisë kam përpiluar një tabelë me data të caktuara, edhe Laerti nuk ka dini fare për tabelën, do e pyesim dhe do të kuptojmë nëse do të arrijë të gjejë të sakta çfarë dite saktësisht i bie. Për shembull, Laert, nisim me datën 23 janar të vitit 2029. Çfarë dite do jetë? E martë.
E konfirmojmë, ti mos u kthe vetëm që tregojmë transparencë. E marr sakt. O sa bukur, 1-0 për Laertin. Data 15 maj 2031. Ejte. E konfirmojmë dhe me tabelën, 15 maj 2031 është ejte. Shkëm në një muaj të nxehtë. Po. Se di sa qef e ke verën ti. E ke qef verën? Po. 9 korrik 2027. Më thënë 9 korriku i pas 2 viteve. Çfarë ditë do jetë? E premte. E konfirmojmë me tabelën. E premte është shumë mamish. Bravo. Kemi muajin e fundit të vitit, dhjetorin, 18 dhjetor 2035. E martë. E shohim pak. E martë, kjo është e martë. Kjo po që është e martë. Kemi ecur shumë mirë deri tani. Dikush ta thotë edhe po gabuam, njerëz jemi edhe gabime bëjmë, po ne nuk duam të gabojmë, se duam të tregojmë gjithë shqiptarëve që ne jemi njësha, talente. 24 prill 2060. 24 prill 2060. Sa larg, sa avantgardje, mo. Po 100 vjetori im, po isha. Okej. Si po ishe? Po isha 100 vjet. Si do e vërtetojmë ne 2060, na shkon kalendari aq? Shkon në kalendari deri 2100, çfarë flet? E gjem do 2060-ën? Mos e gje se e di unë. E mërkur. Bravo. Tre shkurt 2028, nuk është shumë larg. Ejte. Ejte, edhe me nerv. Ejte. Është ejte, miq. Është ejte. 31 gusht 2033. Atëherë. E mërkur. 31 gusht 2033, shohim nga grafika që konfirmon e mërkur. Shumë të mërkura na dolen. 32 prill 2030, jo bëj shaka, jo. Është 1 prill 2030. E hën. Në ditën e gënjeshtrave. Dita e gënjeshtrave është e hën? Po, është e hën, po. Okej, e hën, miq. Tani, në momentin që ti ka ardhur në audicione, ishe po kaq i bindur sa e shfaq veten edhe në sken dhe për këtë mua më bëhet shumë qefi. Ti di që kemi 4 anëtar jurie të jashtëzakonshëm, janë legjenda dihet nuk dihet kur kanë lindur, në sensin që duket sikur kanë ekzistuar gjithmonë, po legjenda si Castro, Ledina, Adelina dhe Goni, për shembull, kanë dhe ata ditëlindjen e tyre. Castro në edicionin e parë na ka bërë lëmsh me ditëlindjen e vet, po e vitoi fare për mirën e të gjithëve. Ai që ekziston dhe po na verbon me shkëlqimin e fustanit, Lidina Çelo. Lidina i dashur Laert ka lindur në 9 shkurt. Kaq. Apo duhet të thënë? Jo. Çfarë dite do e ketë ditëlindjen e Lidina nëse larg qof nafton për shembull vit tjetër? Domethënë në 9 shkurt të 2026-s. Vaje si do sillesh. E hën. E hën. Apo ditën e hënën. E hën. Okej. E shtyt të dielën. Do duhet ta konfirmojmë që në fakt do nga 2030 shkon 2026 me vrap e konfirmojmë që është shkurt. E hën miq. Është e hën. Mos ta lëm dhe Adelinën, nëse do pyesi vetëm çfarë mund të jetë për shembull data 14 dhjetor, e kemi vajzë dhjetori, edhe kjo veshja kuqe më pëlqen shumë. Po kemi të dhjetori. Po Adelina në 14 dhjetor të vitit 2027 në diel. Mos të shemërkur ka mall. Ç'është 14 dhjetor 2027. Pas 10 vitesh. Atëherë, e martë. Është e martë? E martë është. E konfirmojmë. Është e martë. 2027 dhjetor, aty qëndroni miq. A është e martë? Ja e thot publiku. 14 është e martë. Dgjoj. Unë e di shumë mirë që ti je i sigurt në aftësitë tua, po është njerëzore ndonjëherë që dyshojmë, po përdesa jemi në një program kaq të famshëm edhe kaq të përhapur se Albinës Got Talent, patjetër që ne do i verifikonim këtu apo jo. Sigurisht që po. Sigurisht. Miq të jurisë. Sa bukur. Kemi edhe një publik në këmbë.
Isli, mundem, unë jam shumë supersticios kundrejt ditëve të javës. Për shembull, nëse të gjithë, ose një pjesë dërmuese të martën e ka, ku diun, ters. Me ka ters, unë të gjithë lajmet më të mira e ka marrë ditë të martë. Dhe nuk e di pse kam një bindje që $5 milion që e parë do ta kem në 28 maj të 2029-s. 28 maj 2029. Zgjedhjet parakoshme. Prit. Ato ditë. E han. Është e hënë miq. Dhe këta janë, haka janë këta. Nuk i merë. Si marë. Haka jeni ju, se vazhdojnë sistematikisht non-stop vetëm për të ngatruar, për bravo që nuk bie prej. Tani, do një gjë të sakt, do na e thoni? Se ne i thamë gjë për na sakta. Morëm dorëdokitja është të sakta. Do e bëjmë atë që bëjmë më mirë. Faleminderit, hajde. Edhe të jetë pak me vonest, s'ka li, ama kur të bish, bau, bire 2 herë, bau, dika. Unë jam Ben Shaqiri, kjo është babi im Arven Shaqiri, është këngëtar i famshëm, edhe unë dua të jam si babi, veç për gitarë. Ky është pjulli, nuk jam unë jam vetëm mysafiri ky. Në përgjithësi, gitara elektrike është ma e zhurmshme dhe ka distortion. Është ma e mirë, po edhe pak ma e lehtë për tira gitarës. Po, no? Nuk është ma e lehtë për ty? Për të dy benët, cili është ma i famshëm, unë e mendoj që unë jam ma i famshëm se ti. Unë mendoj se ti je për momentin ma i famshëm edhe do të bëhesh ende ma i famshëm. Radha e Beni tani në skenë. Hajde Castro, Rock Mission.
Ben, sa vjeç je? 11. Bravo! I sakt, shumë shpirt I egër, s'paku në gitar, nuk po ta shoh shumë në fytyrë, po ndoshta ma vonë e zhvillan. Na knaqe, na dhe zjarë. Faleminderit shumë. Edhe unë do të thoshja se unë nuk po e besoja se po luaj e ti në kitarë. Sepse në qoftë se ti do ma shprehje edhe me fytyrë dhe me sy gjithat energji që luaj në përmëgjishtat e tua, që ishte me të vërtet talent je, do të shioja shumë lojën tënde. Ta tha Adelina pak më parë që në fytyrë nuk ta parë, po shumë e rëndësishme dhe thelbësore që energjinë e gishtave ta kalosh në trup ta përcjellësh tek ne. Balli që e ka, sytë që e shprejnë, buzët që më kotë, mundojnë të afshenjë, po poezia. Kupton? Ishte premierimi kjo, po këtu është për talenti. Ka gjë. Je shumë dali talentuar. Ka shumë këngëtarë të mëdhenj në botë me vokale të jashtëzakonshme të cilën marrëdhënie me publikun e kanë të pllakosur ose të ftohtë. Kjo nuk I bën ata më pak artist, përkundrazi I kthen ata në legjenda. Edhe nga mua një pop. Ben. Edhe unë, po të njëjtën gjë do vazhdoj të them si kolegët e mi, që në momentin unë kujtova se mos është vija melodike, karaoke, s'po e kuptoja sepse duhet më jepje pak më shumë emocion nga vetja. Unë do doja dhe një regjia që ta luash dhe një pjesën. Jo pjesën, jo, mund të lozi diçka tjetër. Diçka shumë të shkurtër, një fragment të shkurtër, po Ju çka dush Beni? Më emocionuese. Hajde, jepi Ben. Marshi turk! Hama Julia dhe zi. A ishte marshi turk I Mozartit? A I ke mësu vet, apo Kam mësuar ke turki. ushtru me dikë? Bravo, 2 herë po nga. Bravo. Beni po kitar akustike luan? Jo shpesh. Se thyet drasa, ke të drejtë. Po. Është më ashtu. 2 herë po, tha Adelina, një po e madhe ime që I fshin të 2 po të Adelinës. Faleminderit. Dhe për mua një po. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Megan. Dhe unë jam Angel. Prezantime të bukur, ose më të çuditshëm, s'keni parë ndonjëherë. Brumë që është mjellë që është? Po, do bëjt buk në Got Talent. Okej. Buk talentash. I'm waking up to action dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up. I feel it in my bones. Enough to make my system blow. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age.
përgjigje pak nga opa. Si quheni, kush jeni, nga vini? Unë quhem Menxhi. Dhe unë quhem Megan. Para se të bëj komenti, do doja një koment nga ju mbi atë që ju bët. Ka një titull, ka një gjë? Thyrje kockash. Jeni të disiplinuara në disiplinën tuaj, duhet një punë intensive. Nuk kam çfarë komentoj, gjitha ishte menduar mirë në performancën televizive. Nuk ishte menduar ndosha në miellin në fytyrë, po shumë mirë. Faleminderit. Mendoj se mielli nuk e pati atë efektin që duhej ta kishte. Nuk e di pse. Mbase keni imagjinuar diçka pak më ndryshe, po nuk ishte, në fakt mund ta di se çka keni imagjinuar dhe nuk u arrit ajo. Gjë që absolutisht nuk është faji juaj. Më pëlqeu shumë kjo që bët, arti juaj, ishit shumë të sakta, ishit shumë të koordinuara dhe vetëm komplimente për ju të dyja. Shumë faleminderit. Natyrisht elementet e performancës tuaj nuk lënë vend për diskutim. Me të vërtet, jashtëzakonisht bukur. Nuk përveç se asaj magjisë së tërheqjes së numrit realizuar, muzika që shoqëronte e zgjedhur, unë nuk e kuptova, ky numër mund të qëndronte edhe pa miellin për shembull? Po. Mund. Po. Sepse ju shikoja ju e thosha, "O Zoti i madh, ikën 2 kile petulla." Se gjithaj Edhe Mega, edhe Enxhi, ha? Enxhi, po. Shumë bukur. Faleminderit. Dhe unë them po. 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 Shumë faleminderit. Prisni gjëra më të bukura akoma. Patjetër me kos. Jell. Na sillni pak miell. Njeriu bën ja dy porosi, ha? Na sillni pak miell. Ore miell tamam, ha? A rrofshi. Bravo goca, bravo. Pse se? Hajde, t'ju bekoj pak shumë. Po shona, mos o merr mu, po merr Hazizin, po merr shoqënos me Hazizin, edhe unë jem kot për këtë punë. Kom punu si shofer kamioni. Ashtu. Unë me që ishi pasionuar mas muzikës, gjithë rrugës unë, Tiranë, Korçë, do të më e kam unë. Ty s'ka punu vetëm me kamion, pa ka fillu që me traktorat, edhe ato kombaje. Me të kombaje çdo gjë pa flasur nuk i të folti. Unë është njëri universal për sa i përket mekanikët si shofer, universal e shofer të si do. Tani në fund po merrem me muzikë. Këna shumë bukur se pas të bukur se i shke prapa. Dul fallaza prej kafazi, ranë mal kubin të borë, unë do digje me vojgazin, nuk të lë pa shtinë në dorë. A do shohësh se të rrallë, se që ka një sna, zodarka. Hajde, hajde. Përshëndetje. Përshëndetje. Po. E ju jeni? Aziz Bitri. Nga vini? Jam nga rrethi i Tiranës, nga Shëngjergji. Ka vëndet ti. Banoj në Tiranë. Mirë, po thamë në Shëngjergji, e? Shëngjergji domateve të famshme. Po. Po, jëtja po këtë fare. Se njohun. Domate Shëngjergji. Shëngjergji s'ka vetëm domatet. Ore domaten pëlqej unë, po ky. Në rregull, po ka dhe në një frut tjetër. Qa frut tjetër, vlla, jepi, ha. Cili është fruti më i famshëm në Shëngjergj? Po, s'ka atje fiqe rrushka. Të thashë, pse nxitohesh kur flet? Po. Do më falësh se mosha nuk pyetet, po çfarë moshe keni? Unë jam 65 vjeç, kam punu si shofer. Kam punu si shofer gjithë jetën, po ka 7 vjet po kam pas qef muzikën, që është zvogli. Po, ke kënduar në timon? Edhe kam kënduar në timon, po. Po, shumë mirë. Edhe ka 7 vjet që unë punoj me një ansambël. Shumë mirë. Por jemi të përgatitur, kemi ardhur pikë. Aziz. Kudra. Ke dalë në pension? Kam dalë. Pension, ë? Sa kam dalë? Po ka një muj.
1 muaj, unë kam 6 muaj, kam lanë pension edhe s'po them asgjë, ja tani, qa ka? Se të vjen rrallë. Në rojmë portat. I ndrojmë, hajde. Këndoj unë, po deshe. Aziz, por qa këngër shkëndon, qa natyre? Shu dërshushme të pa. Mua? Po. Hey. Më falë, mos është ajo kënga? Shu dishrush me të pa ty. Se unë si jom Tiranës, por... E kënon. E kënoj. A më kastro, hejnë ti në folë në gjë. Isë Lale, unë menoj më mirë që Azizi t'i knoj si bylbyl si gjigahije, e në ma vone. Që kur thot Timon shofer, ka marrë fund. Jepi Aziz. Shpërthej si një marmit me benzin keqe. Ta kënge që dishrush, e? Po, Elshon Altivi. Paskëm pas fatin e zi, amon, që s'kalojnë për me u pa. Ritmi për që s'kalojnë për me u pa. Kur i shofun në shok të mi e jaman, me të dash me toka për ka. Azizi e ka fëtër pak me të pestën. Kur i shofun në shok të mi e jaman, me të dash me toka për ka. Shërboj, amon, edhe buzët Amon, më Aziz, amon Edhe buzët të dy me boj Ku t'ka dala, moj ku me se s'me fleto njëre me goj Ku t'ka dala, moj ku me se s'me fleto njëre me goj Aziz, unë do të them 2 fjalë. Tironsi në thelbin e tij është një figurë fisnike, është një figurë mikpritse, është një figurë që e ka zemrën shumë të madhe. Mendoj që ne të katërt në fillim na ka pranuar dhe na ka futur në gjirin e vet. Na ka dhënë shumë. Tirona. Në Tironën ne bëm njau. Mendoj që
Tirana më jahu, Tirana. Mendoj që pa Tiranësin, si individ e Tiranësit, shumë gjëra në Shqipëri nuk do të ishin. Thuaja këto. Megjithatë, i nderuar Aziz, unë nuk mund të dal dot jashtë vetes. Për mua sot le të mbetet një kujtim i mirë për ty, me keqardhje themi jo. Zoti Aziz, është një këngë që ja ka vënë vullën Fitnete Rexha, zëri i magjishëm i saj. Megjithatë, falenderoj që na i risolle këtë këngë. Unë kam rezerva, patjetër, të ritmit, por gjithsesi, kjo këngë do mbetet një kujtim i bukur për juve personalisht. Faleminderit. Zotri Aziz, bota e spektaklit është botë e ëndrave. Unë shumë shpresoj që një muaj pas pensionimit, në këtë skenë ju keni realizuar ëndrën tuaj. Dhe arsyeja pse nuk e preka të kuqen është se je veshur vetëm me të kuqe. Jo. Mbase. Është se besoj që ju dëshironi edhe një herë të jeni në këtë skenë. Profesionalisht jam jo, mirë po do them po. Faleminderit. Aziz, unë po të kishte guxuar ai atje të prekte të kuqen, unë ja kisha dhënë me fixhan kokës. Pensionistët, respekt për ne, ti do marrësh një po nga unë, edhe e ke ta. Faleminderit. Po të mos ishim ne, s'do ishim këta. Po. Ha? Faleminderit. Jemi ne të tre. Po. Faleminderit. Prit, jemi 2 me 2. Barazim. Dakor? Ju thatët para t'jo, ne të dytët po, fitoni dyti. Nuk është e drejtë. Ne jetojmë në një sistem demokratik. Publiku le të vendos. Ore, do të vishë edhe njerë ti. Atere, prit, as nga publiku, as nga ne. Varet nga ty, Aziz. Nëse herën tjetër premton në mënyrë korruptive, të sjellësh 4 kg fiq. Fiq nuk ka më tash. Aziz, një këngë tjetër, edhe fajin e Kshaltini që e futi ritmin pak më përpara. Është e vërtetë edhe kjo. Do një këngë të bukur dhe herës tjetër je prap këtu. Me kënaqësi. Dakor, tani. Ne këngë tjetër. Jo. Këngë tjetër. Jo tani mor, jo, 15 tjetër. Herën tjetër. Tani e kështu ti, me timon, pa timon, Azizi e fluturon. Ja, kuj futja. Faleminderit, natë e mirë. Ju nuk e keni iden se sa shumë dijen emocionet në Albania's Got Talent, kudo në çdo cep. Unë kam fatin, privilegjin, po ndonjëherë edhe, po them thonjë za sikletin që jam backstage aty ku një pjesë e emocioneve shkarkohet kështu me një herë. Dhe gjë më kryesore që i them konkurrentanëve është që është momenti të freskohemi, të japim pak hidratim trupit. Faleminderit Ujë Qafshtama që mbështet një spektakël të tillë. Do të shkëputemi për pak publicitet dhe rikthehemi në skenën e Albania's Got Talent. Albania's Got Talent, më në fund erdha. Vitin e kaluar kisha aplikuar për fatkeqësisht nuk u bëra dot pjesë pasi aplikova me vonesë. Mbas edhe më mirë që vjet si shafare, sepse mësova nga gabimet e shokëve dhe shoqeve të mia që ishin vjet këtu. Unë e kam kuptuar që kam qenë e vogël, gjatë kohës kur jetoja në Suedi, më pëlqente shumë të dëgjoja muzikë, të këndoja, të kërceja dhe gjithçka që kishte të bënte me muzikën. Dhe tani e gjeta rrugën time drejt këngës. Si që është për mbrëma? Mirë mbrëma. Si ke emrin? Marina Leshi. Marina, je nga Vjen? Unë jam nga Mirdita, po jetoj në Tiranë. S'kena për ty, Marina. Shumë faleminderit.
Ka het Marina Legun. S'ma falti, unë e di më shumë ku të kam vrar. Nuk deshta, besom nuk deshta. S'ma falti, unë su bëra kur si ti ke dash, si ti ke dash, si ti ke dash, si ti ke dash. Si një mallkim, një mallkim. Sot dua të them më fal. Asgjë më shumë njeriu jam. Mos gjykoti zemra ime, se kush e di, ndoshta dhe më keq do bëja ti. Harohet, ose shpejt harohet çdo e mirë. Jo e keqja, jo e keqja. Mësohet, ka mësuar shumë nga çdo gabim. Nuk guxoj të mendoj dhe njëherë të lëndoj unë ty. Sot dua të them më fal. Asgjë më shumë njeriu jam. Mos gjykoti zemra ime, se kush e di, ndoshta dhe më keq do bëja ti. Ndoshta dhe më keq do bëja ti. Mos gjykoti zemra ime, se kush e di, ndoshta dhe më keq do bëja ti. Ndoshta dhe më keq do bëja ti. Faleminderit. Wow, Marina, sa zë të veçan, sa zë të bukur, sa zë të ëmbël. Teknikisht i qëndise ato lulet aq të bukura, dhe unë më them që më ke kënaqur gjatë gjithë këtyre këngëve që erdhën, ke qenë me sakta. Do doja shumë të këndoj edhe diçka tjetër, që ti me bindur. Të këndoj prap diçka të Elvanës? Po diçka tjetër. Që ti është ti, unë dua të dëgjoj ty. Okej, po këndoj një këngë anglisht? Huaj. Okej. I am not the only traveler who has not repaid his debt. I've been searching for a trial to follow again. Take me back to the night we met. Faleminderit. Marina, nga unë ke një po. Faleminderit. Bravo. Marina e fillove shumë ëmbël dhe unë po mendoja se kështu do vazhdonte gjatë gjithë kohës. Mirë po kalove në një fuqi që nuk e prisja fare dhe mbase kjo është gjëja më e bukur që ndodhi gjatë interpretimit tënd, e jo ato falsetot që janë tash shumë në mod të bëhen kur kalohet në tonet larta, tonet fuqishëm. Ishte një gjë, ishte shumë bukur, shumë bukur dhe ishte befasi e bukur. Një po nga une. Nuk mund të flas dot me superlativa sot. Megjithatë, mendoj që të jep një stimul shumë të madh ato bjeshkët edhe ai vendi ku gjenetika jote rrjedh, dhe unë kam një pikë të dobët. Me një pateric unë do t'jap një po sot, duke pritur shumë herë më shumë herën tjetër.
Faleminderit. Zërin e këtë ngrohtë, ke ngjyra, edhe ato vibratot, të cilat nuk e di kur i organizon gjithmonë kur bën vibrato tunde dhe kokën? Jo, thjesht vjen natyrshëm, nuk është se... Okej. Unë nuk them dot jo. Po e marrë për po atëherë. Jo. Po. Bravo Marlina. Shumë faleminderit. Mirupafshim. Do dalëm shkejnë. Presh, sa më i fokusan. Me bodin i gabim une. Veç vazhdojmë me piano ish, as ndalesh as gjo. Ka mas skina si bëjmë gabim, që ato prova i kina bo. Besoj se të bëhet. Përshëndetje, unë jam Amar Dinjalli. Përshëndetje, unë jam Martin Cani. Kemi ardhur të performojmë këngën që adhurohet në Tetov. Është kënga Kur e përcolla Ilberin. Kemi ardhur me mendjen që në rëndësi është pjesëmarrja. Po nëse kualifikohemi, atëherë do e marrim edhe më seriozisht. Tu shkohet të u bë më serioze. Mirëmbrëma. Ju jeni? Unë jam Amar Dinjalli. Vjen nga? Vjen nga Tetova. Qish bandaj? Majer? Majer, ju? Majer. E në një majer, shau, jerdëm. Sa e bukur. Sonte do të performojmë këngën Kur e përcolla Ilberin. Me piano, apo me përcjellje të pianos? Me përcjellje të pianos. Jepi. Kur e përcolla Ilberin ktheva hynano. Kur ja pash manzorën e varun ja lava me lo. Mos e laj me lo to i zano, mos e laj me lo. Shkoj viti par moj zano, por si dita so. Mos e laj me loto i zano, mos e laj me lo. Se shkoj viti par moj zano, por si dita so. Shkuan e muje, shkuan e vite, zemra mu do që flak. S'nalan e halet, s'nalan e dertet, me jetu e bashk. O Ilberi da dëso, a thum ke haru. Ditët e gyrbetit Ilber qofshin të maleku. O Ilberi da dëso, a thum ke haru. Qofshin të maleku. Mora harqe dola në bache, qora pat me i thu. Prej mërziso, prej merakut, plasa tu i vajtu. O Ilberi da dëso, a thum ke haru.
Qofshin të maleku. Amar, më knaqe shumë. Ke zgjedh një këngë shumë të vështirë për të interpretu. Po njëkohësisht edhe këngë shumë e bukur. Nëse guxoj sugjeroj diçka është që të këndosh me zë të plot, sepse pate shumë emocion, edhe kur këndove në fillim me gjysmë zëri, vrehej emocioni. Kështu që lëshoje. Uroj që të shoh prap me zë të plot nga unë e ke një po. Amar, unë nuk dua të ndjek ndjenja dhe emocione si që bëri Adelina. Adelina gjithmonë ndjek ndjenja dhe emocione. Nuk e di sa mirë kemi bërë në jetën që kemi ndjekur gjithmonë ndjenja dhe emocionet. As pak, unë nuk kam bërë as pak mirë, po ja ku jam. Po thua nuk e bërë mirë? Ke bërë apo s'ke bërë mirë? Nuk thash se kam bërë mirë, nuk kam bërë mirë. Por je lumtur për gjithë zgjedhjet dhe motivet që ke bërë. Nuk jam keq. Nuk jam keq. Shumë mirë. Por mendoj që jeta u mendoj që gjithë duhet kemi për te emocioneve që na bëjnë ne njerëz, na bëjnë human being, ne duhet të jemi pragmatist kundrejt asaj që shohim, përjetojmë në ato që quhen shqisa. Adelina tha që është një këngë shumë e vështirë, shumë e bukur. Nuk e vën diskutim që është një këngë shumë e bukur. Nuk do të guxoj ato një këngë shumë e vështirë. Mendoj që është një këngë interesante, krijuar një post-folk, do ta quaj unë të shqip-folzve. Ki parasysh është e përcjellur vetëm me piano. Jo, pa diskutim. Kjo, jo detyrimisht kjo Adelin duhet të më rrisi vlerat apo jo. Kjo i jep një lloj alternativa apo një lloj dimensioni tjetër të këngës, po jo detyrimisht kjo gjë e bën më madhështore. Unë po flas për atë që pash në sken. Ishte në tërësi shumë interesante, zëri jotë është interesant. Unë jam skeptik, por nga ana tjetër do doja të rishihja sërish në sken. Kështu që po pres, nuk po them as po dhe as jo për momentin. Goni? Unë nuk e di pse kam mendimi se kjo këngë mund të këndohet më me ndjenjë dhe pa shpërthim. Për mua, ka shumë variacion, çdo material. Kështu që unë nuk do të, në qoftë se do të ishin 10 pikë, unë do të jepja 7, them të vërtetën. Sepse unë përsëri, edhe sikur çfarë të jetë, unë dëshira, pasioni, dashuria për skenën, për muzikën, për këngën e bukur shqipe që kemi ne, se është mirë filt, këngë shqiptare, veç ka gjë do të thoshja po. Faleminderit. Një po për të dytë. Faleminderit shumë. Po, unë nga kjo skenë nuk dalë pa ju interpretu edhe një këngë tjetër, do të këndoj a kapella. Bravo! U dhe së shulloni dhe begjal, u dhe së shulloni dhe begjal, tu i mifkat jaroni dhe begjalo. E haj, e tu i mifkat jaroni dhe begjalo. O yarani dadez bejal, o yarani dadez bejal, silmire do gradez bejal, e hay silmire do gradez bejal. Bravo, bravo. Amar shkëlqeve në kapela, edhe qëndroj prapa asaj që duhesh të këndosh me zë të plot. Si prapa asaj? Prapa asaj thënjësime të famshme, që do të gëvendet një dit me shkronja ari gjithandej shqiptoj. Shkëlqeve në kapela, edhe definitivisht po. Faleminderit. Amar, duhet të largohesh.
Jo. E pres edhe vatën e... Se si mund largohet ai? Ti ke thënë po tje? Edhe unë nuk i pi këto 3 lëngjet kot. Boshin me... Sa po the, çfarë i the po? Tash po, jam skeptik, ju prita ju të dyve. Prita dhe Amarin në ndërkohë. Prit edhe po në tret atëre. Edhe të kot. Unë nuk mendoj që ti shkëlqeve në akapela. E mirë. Unë mendoj që ti bëre një zgjidhje të momentit, megjithatë potenciali jot vërehet. Po! Hajde zë. Unë kam shumë kujtime të jashtëzakonshme nga tetova. Edhe nuk është momenti që unë në 41 vjeç ti pris ato kujtime. Ja. Po dhe nga unë. Faleminderit shumë. Por kujdes në prezantimin tjetër. Në rregull. Okej? Nuk është mirë të nxjerrësh inatet e vjetra me këngëtarin. Përkundër se. Faleminderit shumë. Faleminderit. Mirafres. Ne jemi grupi International Dance Academy Albania. Sa po kemi ardhur nga Romania nga një konkurs dhe dolëm shkëlqyeshëm. Uroj që të jetë njëjta gjë këtu në Albania's Got Talent. Sot do të kërcejmë ballën e vajzave të Valbonës. Po sa të bukra ishin, me ato kratë që shtrihen ka qielli, me ato këmbët e vogla elegante që çkapen nga toka e fluturojnë lart në parajs. Faleminderit.
Si quheni? Ne jemi International Dance Academy Albania. International Dance Academy Albania. Jeni fantastike, posaçërisht ato yllzat e vogla atje prafa. Shumë faleminderit. Po, nga vini? Tirana. Unë jo thjesht nga pozicioni të shikoj si një gjysh, sepse moshën e një gjysh i kam, po është pasuri e madhe për popullin dhe kombin tim që ne vazhdojmë të kemi një racë kaq të bukur. Faleminderit. Dhe tjetra, veshjet, njëkohësisht kërcimi, janë disa element, gjuha, tradita, zakonet, se gjakun e kemi, janë ato të cilat trashëgojnë dhe identifikojnë një kombë. Dhe unë jam i lumtur që një brez si ju vazhdoni të trashëgoni ballet tona, kostumet tona. Kjo është pasuri shumë e madhe. Prandaj do isha shumë i lumtur që edhe pse mes Tiranës, duke falënderuar edhe punën e mësuesve tuaj, por dhe dëshirën dhe pasionin tuaj, është shumë bukur që ansambli juaj të kishte një emër shqip. Dhe shohim. Shikojeni një herë. Nga unë keni një bravo të madhe. Shumë faleminderit. Bravo. Pa diskutim në vargën e asaj që thanë të dy kolegët e atë që tha Goni, jam realisht shumë i lumtur që tradita shkon, trashëgohet, për të ruajtur në fund apo dhe në fillim fare atë që ne na përfaqëson, na bën një ndër popujt më të iluminuar të planetit, por me problematika të mëdha që ne kemi ndaj vetes son. Sot edhe nga mua sot keni një po. Shumë faleminderit. Më fal. Vajza, natyrisht jeni të mrekullueshme gjitha. Dua ato gocat e vogla të dalin këtu para. Përshëndetje. Të gjitha kërcyet shumë bukur, por për mua ju ishit elementi i veçantë i bukurisë së këtij kërcimi dhe kësaj valle. Faleminderit. Shumë dashuri për ju. Bravo! Më shkruajnë, mesazhi fresk. Atore, çfarë pinë këta turistë që janë me kaq shumë energji javë pas javë, shumë e thjesht. Golden Eagle për të na mbajtur të karikuar me energji të mirë. Faleminderit. Golden Eagle për mbështetjen e edicionit 2 të Albania's Got Talent. Shkëputemi për pak publicitet dhe rikthehemi me talentet e kësaj mbrëmje. Bravo Isli. Një parë ndë një herë një bateri salaks? Ja ku më keni, jam Gert Nazifi dhe jam 13 vjeç. Baterinë e kam nisur që 2 vjeç, duke i rënë tenxherëve, si kur është instrument. Djem shumë kështu, pa emocion, djem nervoz që du t'i bi, unë du qef kam. Nga 1/10 sa emocione kemi? Ne këtu, 11. Mirë, fare pak.
Hodhi një vështrim të dyrit, Si quhesh? Gart. Do më thonë, ti e ke emrin për artë. Sa ko ke që punon bateri? 8 vite. 8 vite? Kështu luan gjithmonë. Po pse i turp shumë, ç'ke? Rrie kokën se nuk është turp ti biesh baterisë. Po si qeshi kështu. A shijon lojën aty kur... Po, shumë. Po shumë bukur, atëherë kështu do të rish edhe ti vetë. Sa vjeç je? 13. 13. Bravo. Faleminderit shumë. Ti ushtron nga mosha 5 vjeqe, apo? Po. Bravo. Ishe shumë i sakt, shumë i mirë, që ti bie shkurt nga unë e ke një po. Faleminderit shumë. Ke pësjeshja vesh më vetë. Gart, unë personalisht do doja që ti të kishe një variacion ose në gjithë këtë segment që ti zgjodhe, ndoshta duhet kishe pasur një lloj thyrje për të shprehur atë që unë realisht e di që ti e ke për brenda. Sigurisht e ke nga mua sot një po, por herën tjetër ekspresionet ato të brendshme që ti e luan aty, unë do ta shoh dhe te fytyra. Atë artin që ti mbaron në fund, unë dua që të shpërthej gjithin aty. Faleminderit shumë. Zysha ime i kishte shumë bezdis zëra në klasë, dhe unë mendova një ditë që të bëja një zë me gojën mbyllur. Kur pash që po mundem vazhdova ta ushtroj çdo ditë dhe ky është viti im i dytë që po praktikohem me ventrilokuizmin. Gjoxhi të uroj fat në skenë. Asum. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Ti quhesh? Jo Elisaj. Nga vjen? Unë vi nga qyteti bukur i Pogradecit. Nga Shqipërinë ti apo Pogradec? Nga Pogradeci? Po. Joel? Isaj. E sa vjeç je? 13. 13. Po. Të dëgjojmë me shumë ëndje. Faleminderit. Përshëndetje. Sot kam ardhur. Më falni një minutë, sa të shikoj diçka dhe kthejmë shpejt. Gjorgji, mos më thuaj që ishte zëri jotaj që sa po dëgjova. Jo, të qasha gardelinat që jo. Qarë do më qarë se ishte e bukur kjo. Gardelinat? O, Gjorgji, po ajtë përshëndeti njerëzit, ajde. O, që në gjeti, o. Gjorgji qau, të lutem o Gjorgji qau. E tara, nuk kanë qarë të flas këtu. E dyta, nuk janë artist, si ti, artisti Thenqin. Qfar themore? Që je artist shumë i mirë. Dhe e treta, e lere fare. Gjorgji e ke marrë me emocione? Jo, po pse? Sepse unë janë shumë i ditur dhe nuk është se ka nevojë që të në thot dikush lej, ato nuk lej. Okej, po për çfarë vlejmë ti, Gjorgji? Eto ja, sa herë që luaj në land, dalë gjithmonë i tari, dhe edhe në dilar do të ashtu, edhe në nguja, e ndaj shrinën të lot 1 minutë. Uari t'je marrë dhe, Gjorgji, a ka mundësi të na thuash do një barsalet të bukur? Ja, në kujtojt një fort fare që në ka ndodhur në jetën reale. Atër, një dit, tash atë kushërirën tine, Gretan tash nga liqeni në atë, tash nga liqeni në atë, në qenin e saj, dhe i thira, kush ko në atë dhinoj?
Dhe qarë të tha ajo, nuk është dhi, është qenë. Dhe unë i thash, nuk e kisha në ty, e kisha në qenin. Bol, Gjorgji, bol se ndrite e kënaqe fare. Tani ti do largohesh dhe do sjell kushurinën tënde Gretën këtu, okej? Okej. Më falni. Ik, Gjorgji. Tani, them të sjell këtu kushurinën e Gjorgjit, Gretën, është një bikesha ime shumë e ngushtë dhe kemi krijuar një farmiqësie shumë të fortë. E thrasim? Greta, hajde! Hajde, Greta! Njerë t'i radha? Po. Iku ai? Kush? Gjorgji? Po më si nuk iku. Tani Greta më ke thënë që për ne sot ke përgatitur diçka shumë të veçantë. Mund të na i thuash? Kanë përgatitur një monolog, tërdullizin në tër shkollat, asi unë jam një nga ata fëmijët që dullizohen shumë në shkollë. Ua, Greta, vërtet? Po mirë, dhe Greta ma do pishtelesa dhe provokon pak bullizmi. Janë lodët të tërtiqen, ti e ndikush tjetër, etën që të nos në shajnë. Janë lodër të isë në tër koridoret e shkollës, duke në dullizuar të tjerët. Janë lodër të shilotët, tara se ty në klasë. Janë lodër. është një tlag e ta dukshne, torë që djeg dit, qast, orë. është e dhinshne. Ndo njëherë ndjej që nuk kam gudzina së flasë. Jo, Greta, nuk është mirë kështu. Dhe mos haro, çdo guxim nis me një hap të vogël. E mban mend para se ta aplikonin për këtu, sa frikë ishim ne. Por ja ku jemi sot, në skenën e të gjithë shqiptarëve. Ua, ke të drejtë. Dhe dua t'ju them të gjithë të nive që trindrit e tyre dhe të dojnë forca e tyre nëjnade. Atyre t'ju ashrejnë të gjithë. Dhe faleminderit që ndoqët monologun ti. Faleminderit që ndoqët performancën tonë. Më i qe tani. O Joeli dashur. Urdhëro. Ky është një zhanër shumë i vështirë. Që do të thotë, ti e ke nisur vetë, s'ke punuar me njeriu, por do të kuptosh në momentin që të lexohet fjala në gojë, lexohet në momentin kur je personazh, rrëzohet. Mirë, do një kritik të vogël sepse është stomak, ti e di, ta kanë thënë apo jo? Po. Pra, është jashtëzakonisht vështirë dhe duhet të përtypet brenda në gojë pa u hapur. Është mjeshtri që kërkon shumë përkushtim, ma habit që në mënyrë autodidakte ti ka arritur deri këtu. Në qoftë se kalon një kohë dhe shikon se publiku nuk reagon, do të thotë se nuk janë ujërat mira. Të duhet shumë punë, shumë punë, shumë punë. Është gjë e bukur, por jashtëzakonisht e vështirë. A mua po. Faleminderit. Joel, marë parasysh faktin që je vetëm 13 vjeç dhe ke zgjedhur një gjë shumë të vështirë, ventrilokuizmin, të ndërtosh karaktere, të bashkë bisedosh me ta, t'i kryosh dialogjet, të flasësh me bark, dhe në botën e juve të rive, kjo është një botë ndryshe, vetëm për këtë do të kesh një po nga unë, sepse e vlerësoj shumë. Shumë faleminderit. Joel, unë di pse ta dash Jon, sepse vërtet, siç e tha dhe mjeshtri agroni, ky është një profesion, një zhanër shumë i vështirë, nga më të vështirit, në fakt. Dhe ti prapë unë do të them bravo qoftë që e ke marrë si iniciativë për ta bërë. Duhet poja, po mirë, përveç bravo Ti do ke shumë sukses dhe ta dash këtë Jon dhe njëherë që të punosh akoma dhe më tepër dhe vitin tjetër do marrësh një po të madhe nga unë. Nuk do futem në teknikalitetin, detaje se e tha nga goni edhe gocat, dhe publiku i gjerë e di. Do bëj vetëm një krahasim, më ka qelluar në karrierën e gjatë që të shoh studentin i parë, dytë të Universitetit të Arteve që
kanë qenë në nivel a quaj më dobët, se sa ty që je 13 vjeç dhe ke vetëm 2 vite që ke filluar të merresh. Në këtë fazë do të them një po çalamane. Pikërisht për to që ne ti tham, mos harrojmë, megjithëse e tham disa herë që po gjykojmë një 13 vjeçar autodidakt që ka vetëm 2 vite. Pikërisht. Dhe mendoj që pika jote e fortë sonte në këtë, na duke vënë shumë vath në vesh të gjithë gjërave që ne tham, është kjo. Besoj që në fazën e dytë, nëse ka, do të jetë shumë e vështirë, kështu që përgatitja jote do të jetë shumë e madhe. Suksesi vetë. Shumë faleminderit. Nuk pash. Sa mirë që s'ma solli Georgjin me vete. Bravo Rime. Zëri ma kanë krahasuar me shumë këngëtarë të njohur, si Frank Sinatra, Elvis Presley, Prince e të tjerë. Sot në Albania's Got Talent kam marrë të sjell zërin tim. Zakonisht para se të dal në skenë kam pak ankth, po sot kam një ndjesi shumë të mirë, se tek e fundit kjo është rruga ime. My way. Is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway. Një zë shumë I pjekur për moshën ande. More, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've lived, I've left and cried, I had my fears, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got if not himself? Then he has not to say the words he truly feels, and not the word of one who kneels. The record shows I took the blow,
me. I did it my way. Wow, wow. Bravo, wow. Po si quhesh Moxhan? Andi, Andi, nga vjen? nga Vlora. Vlonjac, wow. Prandaj kishe edhe këtë zërin, kështu deep. Na knaqe, shumë një zë i plot, që rrallë mund ta gjesh, je shumë i ri në fakt për të pasur këtë zë e ke natyral, një zë i mrekullueshëm me një timbër, siç e thash, shumë të veçantë, sepse e ke një e ke të natyrshme të lindur. Unë pa diskutim që u emocionova shumë, edhe është një këngë shumë e vështirë, me nota të zgjatura, i kishe perfekt, dhe unë do të them një po, pa tjetër. Faleminderit. Suksese. Faleminderit. Andi, sa vjeç je? 17. Mu duke këto notat e ulta i kishe pak më të vështira, por ma merr mendja se je duke kaluar në... Jo, kisha thjesht pak emocione. Normale. Mo, ishte e mrekullueshme, nuk kam çka shtoj ma shumë se Ledina. Këngë shumë e vështirë, ishe shumë i mirë edhe nga unë padyshim një po. Faleminderit. Të bësh Sinatrën, aq më tepër një 17 vjeçar, janë dy rrugë. Ose je i çmendur, ose je shumë talent. Talent shpresoj. Ti antropologjikisht kështu në të parën i çmendur nuk dukesh. Naturaliteti i jotit i të shkuarit nga poshtë lart, një oktavë dhe diçka më lart, unë nuk po them që më impresionoi, por duke pas parasysh gjithë fazën që një moshës tënde kalon, sidomos në Z, në atë pjekurin apo trashjen që ta ka bërë deti, mua sigurisht që më impresionove. Nuk e di pse të shoh që ti nga ajo skenë nuk është se do t'i ndahesh për një periudhë shumë gjatë jetës tënde, edhe nga mua i po. Faleminderit. Andi, unë do ta filloj me një vërejtje, se nuk të them do të po me një herë, e kam pak vështirë. Kur këndon, vërtet ti lëshon zërin që është dhuratë e Zotit, por në përgjithësi thuhet që këndon me gojë dhe flet me sy. Duhet të flasë syt kur këndon. Ta përjetosh atë që është, edhe pse një këngë të madhit Sinatra etj. Me i tha atë, është një hap i parë i yti në këtë skenë, unë di të them se pas zjarreve të mëdha që ra në Vlorë, pas një bumi turistik, pas prishjes atyre gjërave pa leje, pas inaugurimit të aeroportit të Vlorës, ti je gjëja më e bukur që i ka ardhur Vlorës këto kohë. Faleminderit. Andi, bravo. Faleminderit. Suksese, Andi. Faleminderit. Jo, kishte zë natyral shumë të bukur. Zë vlonjat me... Kemi përfunduar kështu edhe mbrëmjen e dytë të Albania's Got Talent. Jeta na mëson që ndonjëherë gjërat e bukura mbarojnë shpejt. Mbaroj vetëm mbrëmja e sotme dhe talentet që kishim rezervuar për sot. Ndërkohë, me jurin tonë fantastike, një katërshe që është bërë pjesë e familjes, vetëm mos i kërkoni të paguajnë qiran apo të paguajnë atë pjesën e shpenzimeve mujore të shtëpisë, po duajni nga ekrani për atë që ata janë, ju lëm takim të ënën e ardhshme, ju e dini pa fshëndra të bukura dhe ju duam shumë.